Shumë veta që kalojnë në pedonalen e Tiranës, në këtë zonë këmbësore, buzë murit të kalasë të Tiranës, vendosin syrin në këtë derë që qëndron gjithmonë e mbyllur. Por çfarë ka brenda saj? Brenda saj ndodhen dy gjëra interesante. Shtëpia më e vjetër e Tiranës, shtëpia më e vjetër senjoriale e Tiranës dhe shtëpia më e bukur dhe më e madhe që Tirana ka dhe një nga shtëpitë më të veçanta në Shqipëri. Tani do t'ju tregoj të dyja. Kjo është godina më e vjetër ose shtëpia më e vjetër e Tiranës që mendohet se është shtëpia ku u vendos fillimisht Sulejman Pash Bargjini, themeluesi i Tiranës. Është shtëpia ku ai ndroi jetë dhe më pas u varros në xhaminë e vjetër të Tiranës, e cila u shëm vitin 1944. Shtëpia ka në fakt vetëm katin e parë që ka qenë ekzistues, kati i dytë është ndërtuar më pas dhe gjendja e sotme është gjendja e rreth viteve 1830, por gjithsesi unë po ju tregoj edhe dhomën e gjumit ku Ahmet Pash Bargjini, sundimtari i fundit i familjes Bargjini, që themeloi Tiranën, ndroi jetë. Është kjo dhomë denje këtu, që është shumë interesante, me oxhak, me një numër dritarësh nga të gjitha anët. Ai ndroi jetë këtu në fillim të shekullit 19, rreth viteve 1801, 1802 ose ndoshta 1700 e ca. Gjëja më interesante e kësaj shtëpie, që është shtëpia më e vjetër në Tiranë, është që ka edhe një hamam brenda shtëpisë, shiheni, hamam pra banjo turke, me të gjitha kupolat prej nga vinte ajri për pjesën e hamamit. Është shtëpia më e vjetër e Tiranës, e cila sot është në gjendje të rënuar. Këtu vdiq sundimtari ose trashëgimtari i fundit i familjes që themeloi Tiranën. Shtëpia e Bargjinëve në Tiranë, në krah të shtëpisë famshme të Toptanësve.